Dhe fundit për këtë të fëmijëve, nuk e kuptova këtë punë e shkallës si është. Çfarë do më thush ti, ti? Jo mos e s'ke më thu ti. Do më thush ti mu tash? Pse më shkel syrin? Çfarë më thu? Çfarë do më thush ti mu tash? Ti duhet ta kisha bërë që mos vinte dita që të ma thoshte ajo mu tash. Tash që ma tha ajo, s'ma thu dot ti. A e kupton? S'ma thu dot ti, se ma tha ajo tash. Ti duhet ta kisha bërë atë, që ajo mos vinte dita të ma thoshte. Po mirë në shtator, do e zgjidhësh. Ka thënë kryetari i bashkisë do e zgjidhin në shtator. Jo ma i shpesh ai i ri punëve mbi kokë, problemi është a i mbaron apo vetëm ju ri mbi kokë. Jo, të ka thënë që do ta zgjidhin në shtator. Jo, kthej kokën te, mos e shifa atë, mos e bëj presion me shikim asaj. Të ka thënë që do ta zgjidhin në shtator apo e dëgjove tani? Tani e dëgjove, po mirë. Po mirë, në shtator duhet zgjidh kjo punë, sepse e pyeta Arbin dhe nuk është çështje shkallë, është puna e vetë vendit aty që ata s'mund të rinë aty. Domethënë duhet shkojnë në një vend tjetër, me sa duket po, do lirohet në shtator mjedisi dhe do zgjidhet ajo çështje. Kështu që shpresoj shumë që të jetë rasti, megjithatë në shtator juve do mjoftoni mua që u zgjidh. Edhe unë do të falenderoj kryetarin e bashkisë ose në të kundër pastaj do shkojmë bashkë te kryetari i bashkisë.